Mirëmëngjes dhe përshëndetje miq, jemi bashkë edhe sot në takimin e kësaj të ende të datës 27 gusht, ora 7 fiks nisim emisionin, ora juaj dhe për sot në minutat e para do t'ju japim panoramë përgjithshme të asaj se çfarë ka ndodhur në vend dhe jo vetëm, duke ju informuar paksa përmes faqes sonë të webit oranews.tv dhe do të kemi pas pak minutash në komunikim të drejtë për drejtë me ju. Me zhvillimin nga vendi në oranews.tv, Ergyll Sagasi në kërkim prej dhjetorit 2025, pak njoftim zyrtar për arrestimin pas arrestimit të shumë kërkuarit. Foto lajmi me shapka, pantallona të shkurtra dhe orë luksoze, Agasi qëndron me kokën ulur gjatë procedurave në drejtorinë e policisë Tiranës. Pas arrestimit të Agasit, policia bastis banesën e i zyrtarit policisë të liçeni i thatë. Blindohet hyrje e Vlorës, ndalohen automjete, kontrole për dokumentet dhe persona me precedent kriminal. Video me prangën në duar dhe mes forcave shqiponja, momenti kur Agasi mbrin policinë e Tiranës. U ndoq për 40 km Elbasani, Ergyll Sagasi ka vetmat në Durrës si pasagjeri Audi luksos të ish zyrtarit policisë. Foto lajmi i prangosur dhe i tensionuar ja momenti i shoqërimit të Ergyll Sagasi drejtorisë policisë Tiranës. Mos e humni busullën, krye polici Hita porosi 389 efektivëve të ri, ligji, qytetari dhe dinjiteti. U përleshën për filmimin e plazhit, zbardet identiteti 46 vjeçarit, që përfundoi plagosur në Kakome, ja lëndimet që ka marrë. Ja rënd në Koman, u mbyt tek Sapolaj në liçen, u mbeti 20 vjeçari nga Kosova. Saranda përfshihet nga flakët, evidentohet zjarri pranë manastirit të 40 shenjtorëve, preket sipërfaqja me pisha. 389 policë të rinj për policinë e shtetit. Lamallari, uniforma nuk ju jep privilegje, por përgjegjësi. Redi kokainës nga Ekuadori drejt Europës si operon mafia shqiptare në Amerikën Latine. Shteti Bektashi më afër se kur, dërguari nga Shtetet e Bashkuara, nuk kemi qenë kurrë kaq afër. Trafiki i lënduar në aksin Kavajë-Rogozhin bllokohet qarkullimin drejt jugut. Nuk zgjodha vendin më të mirë për të fshehur, gjykata franceze rrëzon kërkesën e Ermal Beqirit, i kërkuar në Shqipëri për dosjen e Akshit. Pamjet me dron kapet duke kultivuar kanabis, arrestohet 37 vjeçari në Bulqiz. Gjykata e Vlorës lë në burg visin e garave pas krimeve ndaj bashkëshortes. Po transportonte armë zjarri për shitjen në Tiranë, arrestohet te kthesa e Kamzës 26 vjeçari. Anijet shqiptare në monitorim të ri mjedisor, detyrim për matjen e emetimeve të gazeve serë, nis fotografimi i ri ajror i territorit të Shqipërisë. Foto apeli la në burg, media franceze, ja kështjellë e Beqiri, gjoba 7.000 euro, është një bezdi e vogël për të. Ndryshoi gjurmët e gishtrit, ekstradohet në Itali shqiptari dënuar me 27 vjet burg. Në kërkim për tentativë vrasje arrestohet pas disa muajsh në Berat, 35 vjeçari. Lamallari vijojnë punën për kthimin e të gjithë stetasve shqiptar nga Siria. Mbretëria e Bashkuar dhe Shqipëria nënshkruajnë marrëveshjen e parë në rajon për ndarjen e pasurive të sekuestruara nga krimi. Kroçera Seaborne Quest, Marinë Sarand, 456 turistë vizitojnë Rivierën shqiptare. Tror luftë me flakët, zjarri përfshin kodrën e Skrevanit në Dimal Diqen, 10 hektar sipërfaqe. Ndalim të ngjarjet nga politika. Ai u dorëzua, por enigma mbetet, blushi pas arrestimit të Agasit, po kantina e verave që ai administronte, çfarë ndodhi me të.
Të përgjigjet koka e kësaj afere. Balliu reagon pas arrestimit të Agasit, kam kërkuar ngritjen e Komisionit Hetimor për çështjen e Akshit. A ishte arrestim apo dorëzim me kushte? Berisha ngre dyshime mbi prangosjen e Ergys Agasit, ngrihen një sër pikpyetjesh. Duan të shkatrojnë Shqipërinë. Çako Velia i paguar, me mbështetur nga Soros, protesta nga ajo mjaftiste. Prenotohen postet në qeveria, emrat që synojnë postet kyçe në ekzekutiv. Shqipëria sociale nis në vjesht, Koçiu strehimi për çiftet e reja prioriteti i qeverisë. Shqipëri-Britani nënshkruhet marrëveshja e parë në rajon për ndarjen e aseteve të krimit të organizuar. Begaj pret ambasadoren, Belgjika mbështetsen procesin e integrimit tonë europian. Sot vendimi Maliqi kujton Hajdarit Kuçovës, karrigja e grabitur nuk gëzohet, pasojat e rënda vijnë pas. Tabaku, Shqipëria mbetet pas rajonit në teknologji, qeveria po favorizon klientelizmin dhe tenderat. Birë në inceneratorët e skema 5D, fatura e kripur që la pas të ulan tusha i besuar i Veliet. Rama detyrim njerëzor dhe shtetëror për integrimin e të riadesuarve nga Siria. Rama mbledh ministra të premten pas Pogradecit, priten vendime për qeverinë. Demokratët Europianë në krah të Marta Kos. Kërkohet rishikimi i ligjeve për zonat e mbrojtura dhe investime strategjike në Shqipëri. Mbas ironizon Bashkinë Fier e Marta ditë e shënuar për qytetarët deri në zgjedhje. Nga Pogradeci, ministri Hoxha nxjerr në pa prioritetet e politikës së jashtme BE, rajoni dhe reforma në diplomaci. Reforma territoriale, bashkitë kërkojnë ndërhyrjen e Këshillit të Evropës, duam konsultim, jo një hartë të caktuar. 1 në 3 shqiptar, Xhixho publikon shifrat e FAO-s, pas siguria ushqimore në Shqipëri 4 herë mbi mesataren europiane. Skandali izolim ekstrem për Ilir Metën Blushi, janë bllokuar takimet e deputetëve me kreun e Partisë së Lirisë. Video, Rama dekonspiron bisedimet e Pogradecit, sezon politik me energji të reja, rritje cilësore ndër veprimit me qytetarët. Rezerva valutore i afrohet 8 miliardë eurove tabaku, rritje në statistika, dobësi në ekonominë reale. Berisha, Shqipëria ka nevojë urgjente për vendosjen e minimumit jetik dhe heqjen e TVSH-s për ushqimet bazë. Shohim zhvillimet nga rajoni. Abdixhiku pas takimit me Kurtin u diskutuan emrat për presidentin, hapi rëndësishëm përpara. Bajrami larmon për librat shkollor, 5 ditë para nisjes së mësimit, prindrit ende në pritje të mjeteve. Kurti pas takimit me Abdixhikun për herë të parë u diskutuan emra konkret për presidentin, takimet do të vazhdojnë. Kurdi në Shkup për ditëlindjen e Nënderezës, bota fliste për varfërinë, ajo i afrohej të varfrit. Sorensen në Zagreb, Kroacia konfirmon mbështetjen për dialogun Kosovë-Serbi. Mbi 2 orë në takim, Kurti dhe Abdixhiku diskutojnë për presidentin, ende pa marrëveshje. UNICEF ngre alarmin për arsimin në Kosovë. 2/3 e fuqisë punëtore kanë nevojë për aftësi digjitale. Ura mbi Ibër, Wikof, sqaron hapja për automjetet vendoset nga Bashkimi Evropian dhe autoritetet e Kosovës. Mali zi ul akcizat naftas bret në 1.87 euro për litër.
Konjuca për akt akuzën ndaj shehollit, rrjetet e spionazhit synojnë destabilizimin e Kosovës. Nisja e punimeve në autostradën Shkup-Blac-Kurti, ky projekt forcon lidhjen mes Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Vrasja e 80 vjeçares në Prizren, Haxhiu mjaft më e vrasjen dhe dhunën ndaj grave. Athina zgjeron fuqinë detare. 2 fregata italiane fremi bashkohen flotës greke. E goditi për vdekje gruan në Greqi e shkuara erët e 53 vjeçarit nga Gramshi, i arrestuar në 2022 pasi kërcënonte bashkëshorte. Emrat, vrau gruan në Greqi, zbardhen detaje për çiftin shqiptar në shtetin fqin, kishin 3 fëmijë, 53 vjeçari pas krimit konsumoi. Shumë zhvillime nga bota. Shpresë për mira pacient. FDA miraton ilaçin e ri kundër kancerit pankreatik. Helikopteri godet kabllët dhe përfshihet nga flakët, piloti 62 vjeçar dhe pasagjeri humbin jetën në Itali. Tragjedinë në Nepal, përmbytjet dhe rëshqitet e dheut përfshin zonën kufitare, pamjet tregojnë momentet e tmerrit. Rubio kërkon Meksikës ta shpërsojë luftën ndaj migracionit të paligjshëm dhe trafikimit të fentanilit. Shqipëria godet rrjetet ekstremit të majt. Departamenti Amerikan i Shtetit sanksionon grupin italian dhe disa organizata të tjera. Mister në detin jon, 66 vjeçari spanjoll zhduket pasi bie nga veliera, familja u zhduk brenda 30 sekondash. Rusia që përfaqëson Serbinë kundërshtarja e Donjeta Sadikut në finalen për medaljen e artë. Zvicra drejt referendumit për neutralitetin në votim edhe bashkëpunimi me NATO. Ish styardesa Air France, kanceri i gjirit njihet për herë të parë si sëmundje profesionale. Paralajmërim nga Holanda, rezervat e gazit mund të mos mjaftojnë në rast të një dimri të ashpër. Lufta në Ukrainë, Putin përgatitet për përshkallëzim bisedimet e paqes në Ngërç. Izraeli arreston ministrin palestinez për çështjet e Jeruzalemit pranë Al-Aqsas. Shefi i ushtrisë franceze ngre alarmin, duhet të përshtatin mbrojtjen ndaj luftës me dronë. Banda haitiane kërcënon të ekzekutojnë mbi 50 pengje pas sulmit në Kenskov. Meta pranon marrëveshjen deri në 16.7 miliard dollar kufizime të reja për fëmijët dhe adoleshentët. Tragjedinë në Pakistan, 14 foshnja humbin jetën nga zjarri në maternitet. Dhe në fund zhvillime nga sporti. Vedat Muriqi shënon në Champions Fenerbahçe në avantazh të madh ndaj Lyonit. UEFA dhe FIFA ulin tensione, drejtuesit evropian tërhiqen nga bojkoti ndaj Infantinos. Arbër Hoxha shënon Ligën e Kampionëve, sulmuesi kosovar realizon me kokë. Trajneri Pafos optimist përpara Dinamos, duhet fitonim ndeshjen e parë nesër, do ta bëjmë. Hamilton kërkon falje pas polemikave në Holland, do bëhem më i mirë. Rokaz spektakolare në sulm, Watkins drejt Al Hilalit, Jackson pranë Aston Villas. Arjon Ibrahimovic në radar të 3 klubeve, Werder Bremen nis bisedimet me Bayern Munich. Zyrtare Como luan Ligën e Kampionëve në shtëpi, stadiumi kalon testin, pritet vetëm UEFA. Dinamo luan për kualifikimin ndaj Pafos. Ndaja duhet të finalizojmë shanset, do t'japim 101%. Mitrovica ndalet në barazim pa gola, gjithçka vendoset në Shkup.
Donjeta Sadiku në finale synon medaljen e artë për Kosovën. Egnadia sfidon Lillestrøm. Dede jemi gati, duam kualifikimin. Federata Italiane e Futbollit i heq mbështetjen Infantinos, rreshtohet në UEFA. Zyrtare Ballkani ndahet me trajnerin Mislav Karoglan. Goditja me Bryle lë me 4 fraktura, kapiteni kosovar rrezikon ndeshjen e radhës. Bayern refuzon Arsenalin për mbrojtësin korean. Kim mbetet në Myni. Kosova mposhtet nga Turqia. Mbylli aventurën në Taranto jashtë gjysmëfinales kombëtarja e Kosovës. Chelsea nis lëvizjet për Emiliano Martinez, portieri i Argjentinas pritet të zgjidh problemin e madh. Andi Zeqiri në kryq mes milionave të polonisë dhe rikthimit te standardi i Liezhit. Drenica shkëlqen në Europë. Demolion Muratën me 11-1. Aslani lë Interin pas disa sezonesh, shqiptari pranë aventurës së re në Abu Dhabi. Vuelta 2026, Pogačar fluturon në Andorë, ciklisti sloven shkatron rivalet në etapën e 4. Gafa që po bën Giro në Rjetit, maratona e Sydneyt vendos Allianz Arena te Myni në medalje. Ish-lojtari Portos zhduket prej një jave policia në kërkim të Akos Buzaki. Kevin Dota ndryshon skuadrës, bardet e vërteta e marrëveshjes me CSKA-n Sofjes. Mehmeti mungon sërish te Ipswich, O'Neil zbulon arsyen. Egnatia kërkon historinë në Norvegji 90 minuta përballë Lillestrøm për Europa League. Këto ishin lajmet e zhvillimit kryesore të orëve të fundit që përfundojmë si gjithmonë me zhvillimet dhe ngjarjet e fundit nga sporti, me 2 ndeshje goxha të rëndësishme ditën e sotme për 2 prej skuadrave tona shqiptare të cilat janë ende në garë për të marrë pjesë në Kupat e Europës për këtë sezon 2026-2027. Bukur shumë, ora 7:18 minuta. Si çdo ditë nga ky moment deri në përfundim ne jemi në komunikim të drejtë për drejtë me ju përmes 2 numrave të kontaktit që i keni në djathtë ekraneve tuaja. Kemi përmbyllur kështu pjesën e informimit përmes faqes sonë të webit oranews.tv, të cilën mund ta klikoni dhe aksesoni nga kudo që ndodheni për të marrë aty ngjarjet, lajmet dhe zhvillimet e fundit në kohë reale. 068 60 54 639 dhe 068 99 00008 janë numrat e kontaktit përmes cilëve ju bëni pjesë e emisionit për takimin e radhës në këtë të ende të datës 27 gusht 2026, të ditët e fundit të këtij muaji gusht jemi në fakt kemi nisur kështu këtë sezon të radhës të emisionit Ora juaj me synimin po ashtu të njëjtë për të qenë sa më pranë jush, dhe kemi thënë dhe disa ditë më herët diçka të tillë në kuptimin pra për të mëshuar ide se asgjë nuk ndryshon sezon pas sezoni. Përkundrazi përpiqemi që të përmirësojmë dhe të jemi sa më pranë jush. Mund ta shkruani edhe përmes rrjeteve sociale mbi çdo problem apo shqetësim që keni. Sikundër bëni zakonisht në fakt, ju nuk e harroni diçka të tillë, por megjithatë e kujtojmë sepse përballemi me jo pak raste kur na thonë njerëzit që kam kohë që dua të them diçka, por e kam pasur të pamundur për arsye të ndryshme për të bërë pjesë e komunikimeve tona të drejtë për drejta përmes bisedave në studio, por nuk është vetëm kjo mënyra se si mund të na i përcjellni problemet. Më së shumti është kjo vetëm brenda fashës së orarit, pra nga ora 7:15 po themi kështu deri në orën 8:50 që përkon me mbylljen e emisionit Ora juaj. Ju presim edhe sot në takimin e kësaj dendeje. Numrat i keni në ekranet tuaja 068 60 54 639 dhe 068 99 00008. Mirëmëngjes, telefonata e parë. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Lodhe mirë, si duke, si ka lodhe. Si e po fal. Po mirë. Që po, a e kupton nga zone jo? Urdo? Nga zone më kupton. Si të kuptoj? Se kush jam? Po jo, pse ma bën kujt, ma thua i nderuar. Ke moje foto të të mija ti, dhe me të trullit edhe të biledosis.
Po kush jeni, ma thonë, ju lutem, se unë nga zëri nuk arrit dot që ti njoh të gjithë, ë? Të kërkoj ndjes. Alo? 940 e kam në fund numrin e telefonit nëse. 940. Po, Lecini apo jo? uno, ja. Si jo? Ja. Po si jo, më nderuar? Numri i fundit është 940 i imi. Po pra. Të thash mbi E emrin? kush? Leçini. Lecini, se thash Lecini. Bravo. Po, tani po. Eh, Po, të kam telefonuar një ditë. Shiko, i dashur, ajo çështja do zgjidhet kur të dal ligji ajo e truallit. Ta kam thënë edhe herën e kaluar kur ke ardhur këtu në televizion. ku të dalë ligji, Po patjetër se është me mbivendosje. Më kupton? Kështu që ajo që doja të të thoja atë ditë, kur kam telefonuar se pashim, kishe telefonuar edhe ti disa herë, është kjo që deri në këtë moment ose deri kur ne t'ju lajmërojmë, mos bëni asnjë lloj veprimi tjetër sepse përkeqëson situatën. Kështu që ndiq këto këshilla tona sepse herën e parë ne të ndihmuam kur e nxorët certifikatën për shtëpinë apo jo. Po. Bravo, se më the vetë që e mora atëherë. Kështu që edhe Po. edhe në këtë pjesë mos bëj veprim tjetër sepse ti i ke kryer të gjitha aplikimet e mundshme për truallin. Do me thënë aplikime s'bëj. Jo, asnjë lloj aplikimi. Dakord? Dakord. Mos bëj asnjë veprim sepse i ke bërë të gjitha, në mënyrë që të mos vendimi i këshillit ministër, ëh? do të zgjidhet shumë shpejt ajo, mos ta kam thënë herën e kaluar, mos ki merak fare. Rrofsh, faleminderit, rrofsh. Por mos bëj veprim sepse përkeqëson pastaj punën e asaj. Pra siç procedua me çështjen e certifikatës pronësisë, do të dalë të shtëpisë, do të dalë edhe kjo. Dakor, të nderuar. Faleminderit. Pasi lloj problemi dhe shqetësimi. Të lutem, gjithë të mira. Faleminderit. Ditë mbarë për juve. Okej, kemi kështu telefonatën e parë për ditën e sotme. Mirëmëngjes tjetra. Uleni zërin televizorit, ju lutem. Alo. Ule zërin televizorit, po. Shumë mirë, më thuaj. Klodi. Mirëmëngjes. Unë kam a jeni Klodi? Klodi, mirëmëngjes. Mirë. Kam atë problemin e punë shtëpisë, recep minsi jam. Kush? I kam gjithë dokumentet, gjithë lejet me gjyqje, me komune, me bashkie, me gjitha nuk më dhera si gjë. Faqe po të bezdis në duke, pa jo nuk bezdis, po më ke nisur dokumente. Daka son të vëjnë. Urdhë? Jam paralizuar më shtëpisë, jam shumë shkoj kërkon, vetëm këse kam halë. E qartë, po ti ke aplikuar për dokumentet e shtëpisë apo jo? Po pse e mbyllë, more? Aj. Mirë, nëse më dëgjon nga televizori të lutem më merr prap, se ishte e pa qartë aq sa arritet të më thuash, ose në rast se kemi folur në telefon me numër, mundohu të na shkruash aty. Okej, po, mirëmëngjes telefonata. Përshëndetje. Si keni mirë? Mirë si jeni. Më fal. Kam një shqetësim. Lidhe me spitalin e Shkodrës, spitalin e Aranal. Po? Kam kënë ditën e diellit tash. Po ata një problem me qunin. Po? Edhe shkova te urgjenca. Aty herë një mos përfindje e stafit aty, asaj recepcionit aty. Po pse? Jo, po ka dalë doktoresha me pi kafe, jo pa ne një gjysore aty. Erdhi doktoresha, na quhet te kodi kush një gjysore aty me pritin si mirën, e ato më të parë kishte problem me qafë që e ka vra, me i bon sa serum. Po që di se bon serum për qafë që vra, po bëhe se si e kanë ata. Prit me i bon grafin, pyet për zotnin e grafisë, jo pa në shtadje, jo pa në kan. Lyp numrin sa jep të kush, mora drejtorin e spitalit se në të halunin, edhe fola me ta, dikur erdhi ai, shkoa me bon skandrin,
edhe atje shkova bleva diskon, ma kalonën disk nuk një gjote zgjall, i spercurri, zëtnia, me mlanë për zhizën e skanit, jo po vjen me marrin fëmija, jo ne, shkët në doktoresha, po shkën infimia, shkët e infimia, po vjen e binaj, dhe me thonë, kam nej prej në orën 8 e 10 minuta, 8:20 diçka ishte, se nuk e kam qartë tamam 100%, edhe kam dalë në orën 13 e 30 minuta prej spitalit, prej të urgjenca. Edhe këta e quajnë shtetësia falës, jo knej, jo nej, tash ma mirë me thonë, ban keslek e me të krye punë direkt, se sa me të silë, se në nuk kena ku mu silë, se dikur në shtëja shtetit, dhe në me ikin punë veta se e kërkujnë edhe atje. Nuk e di, spitali i Shkodrës është ka të ndisë në mënyrë krejtësisht, dhe me thonë krejtësisht etikisht. Ashtë të e morë dhe kanë një spital në rajonin më të madh, po të thuash, në 3 rajonet e Shqipënisë, më i madhi, edhe me kanë në degradim. Se ku shiman ata, drejtora, se ku shiman ata doktora aty, se si e tek, në 3 doktora që janë me hillë firmë, vetëm një hillë firmë në letër. E hillë firmën për të 3, o burrave që nuk është si me kalu i kafshën aty për sërtore dhe shtetë këmë zoti kra. Nuk e di, jo nuk e kam numin e ministrë, që marrë ministrin direkt dhe se vetë me ta, edhe në zyre me kanë zonë e shpejt. Jo shumë i boni që i denonsoni rastet tilla në rastet janë kështu, jo as pak. Dikush në e suën është edhe jo, në e këtejna asim kanë kur servila, as bona patronazhista, na jena me ata që punën. Për mos më garanci as partia, as pushteti. Mu më garanci admiroj ata që punën. Kush punën, gëzoft jetën, gëzoft shëndetin, i gëzoft gjitha. Ska lidhje shëndeti me atë i nderuar. Ska lidhje shëndeti me politikën. Jo, e di, pasën nuk jam prej atyre që mund të bëj, mund bënohë me i bon dam dikuj në lidhje me pushtetin njërën e tjetër. Unë jam për drejtën teme, kërkoj drejtën teme. Por spitali i Shkodrës është degradua. Ka doktorat mirë sa duesh, por nuk i lanë, drejtoria nuk i lanë ata, as me marë fremë. E qartë, se ku shqitlen, si vend e din ata. Më vej keq që të kanë ndodhur kështu, shpresojmë që mos ketë më raste të tilla dhe shërbimet të përmirësohen, sidomos ato që kanë të bëjnë me shëndetin e janë gjatë rëndësishme. Të falenderoj shumë për telefonatën. Të urojmë më të mirat. Publicitet vim pas pak në pjesën e dytë, mos u largoni. Në pjesën e dytë programit ora 7:30 minuta në komunikim prej pak minutash më herët në fakt jemi në transmetimin drejt për drejt në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008 për mëngjesin në kësaj dhënë të datës 27 gusht. Ju presim për të vijuar komunikimin e drejt për drejt. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Alo, mirë. Të lutem ule zërin televizorit, zotri. Pak se unë në bënë për styrë se unë të rohë vete. Urdhëro? Mirë. Ja, ty heqë për të marrë them, po, o fa im. More edhe pak më herët, po e mbylla apo jo? Po, fa e mbylla se... S'ka problem fare. Nuk shof për ne, nuk ta dhe syzët. Mos u shqetëso fare, bërëmi që më more prapë. Urdhëro? Padim. Alo. Po. Kam atë probleme në shtëpi që nuk më ma shto bojnë. A kam në haber, pas kam atë... Po cili problem të lutem, se unë nuk arri do t'ju identifikoj vetëm nga zëri, është e vështirë. E recep misi, po, drejt. Më ke rizë në dokument i nderuar? Ja, dokument kam njëse ditë që sa që kam unë gjitha me gjyqet, hem papete, në klartë, në bashkise, gjitha, ku nuk e di nuk po bashkisin edhe. Nuk më ke njësë dokument mua? Ja, ta shoja? Po më duhet dokumenti i aplikimit i dashur. Kur e ke bërë aplikimin? Aplikimi ka kohë, ku gjithë ku e kam parë, ka kohë. Sa kohë ka për shumë? E ka bo vetë, e tekve, kam paguar, ka të vërë punë, e nga trojnë ata dhe shumë bashki. Sa kohë ka që e ke bërë aplikimin? Bashki e ka dhonë dhe nuk e di se ku e kam po me thonë drejt. Po, më duhet një dokument aplikimi për ta... Që dokumenti, më falja, që dokumentet që gjykate, ku të jetë e në tina? Që mos vetë janë ke... Jo, mos shko ati, po ti tani për çfarë ke aplikuar? Po për shtëpi, kom aplikuar për mondejen. Ata s'ko ma qishin e vaj, një në kënejnë, po pra, dokumenti, mua më duhet dokumenti që ke aplikuar për certifikat. Dokumenti, ja? Ha. Vetëm ai më duhet. Po në dokument tjetër, se unë jam në ismun, jam i parizu, kam në shtëpi. Ai nuk na duhet.
Nëse. Vetëm dokumenti i aplikimit i dashur. Mirë. Dakord? Dakor, po ku ta marrë se ata nuk ta japin, ne ja të bëj lëmsh. Po e japin, nuk ka lidhje fare, nuk është sekret ai, nuk është. Është një dokument që Ka si sekreta, po kam gjitha, po jo banoj u bë një vit. 2 vjet kam të fitu gjyqjet dhe më sill dokumentin e aplikimit dhe ku ndodhet prona? Po në ime, personalisht, komuna Kashafsha dhe Mëzrek. Okej, kuptova. Vetëm dokumenti i aplikimit i nderuar dhe pastaj ta ndjekim ne pa merak. Falenderoj shumë. Faleminderit. Gjithë të mirët. Bukur, shkoj me telefonat tjetër, mirëmëngjesi. Alo? Po, s'ka gjë e rind, e fusim. Mirëmëngjesi, se ngatrojnë. Alo? Mirëmëngjesi. Ule zërin e televizorit të lutem. Zotri. Zonjë. Okej, më duk si. Okej, presim tjetër atëre. Mirëmëngjesi. Alo? Po. Përshëndetje. Po, përshëndetje. Urdhoni. Shiko, desha të pys për ta uborët. Për kë? Për uborët e Për uborët, po. shtëpive, po. Ka dalë në ligjë, më duket. Nuk e di 20 është. Ka qenë gjithmonë ajo. Ka qenë, Për uborët në përdorim. Po. Kam bëjë legalizimin shtëpisën. Dhe më kanë ngel, më duket 150 metra jashtë. Po, ajo pjesa që të ka mbetur është zgjidhet me aplikim më vete. Aplikim vete. Po, Një patjetër. pjesë ndruhet që është privat e tjetër shtetërore. Ka, ajo pjesa shtetërore do të bërë aplikim për ta blerë. Po, si kur e bënë kërkesën, më thamë si kur është rrugë, para 5 vjetësh. Nëse është rrugë dhe figuron e tillë me harta, do aplikosh dhe do bësh me certifikat vetëm pjesën që të lejohet. Vetëm pjesën që më Po, lejohet. patjetër i dashur. Unë e kërkova dhe tha zban ta se ke rrugë, nuk e di si ishte. Jo, nëse ke marrë të përgjigje, ajo është rrugë dhe nuk e merr dot askush atë, ajo ashtu do të qëndrojë gjithmonë. Është të borë jo, ku ka rrugë aty. Mirë, okay. Dakor. Si e zgjidhim tani? Nuk e di, mos ja fotën kot ata, mbarun punë ata, nuk e di. Shiko, nga diku ka dalë ajo që është rrugë. Më kupton dhe statusi rrugë i një rripi të caktuar, po themi kështu, jo domosdoshmërisht duhet të jetë funksionale dhe si rrugë sot. Më kupton se për shembull diku ka qenë një lum, është tharë ose këneta e Maliqit për shembull. Mos pretendo të jetë dhe sot kënet, po kënet ka qenë. Po. Kupton, pra nuk është në kuptimin që nuk është rrugë se s'ka njeri. Po jo, Dhe është obor, pra nuk është aty mund të jetë justifikim ajo, po çfarë mund të djekun, Se ke marrë përgjigje zyrtare asgjë ndërmor, se merr dot atë. Se ma... Jo, se ajo është statusi i asaj prone që figuron rrugë. Më kupton, dhe sa kohë ka kthyer institucioni si përgjigje, Po. ne s'kemi akses te arkivat e kadastrës për ta vërtetuar që është kështu apo jo. Por përgjegjësia bie mbi atë që e nxjerr gabim pastaj në rast se konstatohet që nuk është rrugë dhe do thuhet që është rrugë. Po ku ta verifikoj? Dhe nuk na ka ndodhur asnjëherë që të ketë ndodhur diçka e tillë, se është përgjegjësi e madhe për ta tjetërsuar statusin e një prone, sidomos duke ju kthyer përgjigje zyrtarisht. Se me gojë mund ta thonë që është rrugë, por duke ta kthyer me dokument ajo është goxha përgjegjësi e madhe për të thënë është rrugë nëse nuk është. Më kupton? Për një gjë që nuk është madhore, se. Po ndoshta se kishte zgjerim rruga aty, ndoshta nga ajo, po me që ka mbaruar rrugën. Po në një kërkesë te drejtoria e përgjithshme e kadastrës, te ASHK-ja, me shkrim pa që nevoja për të shkuar atje. Për ta kërkuar nga e para këtë statusin asaj. Shkrimi çaj që me email në kështu, po me post. Me post. Ta ASHK-ja. Po. Nëse vendet vjen përgjigja njëherë pastaj. Po, me këtë përgjigjen dytë të shohim. Po i nderuar. Falenderoj ty për telefonatën. Në ditë mbar. Presim tjetër, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Urdhëroni, përshëndetje. Unë kisha një problem të kësaj natyre në lidhje me policinë bashkiake. Po? Kam taku shumë herë policë për bashkiakës, kam shkujt, i kam marrë në telefon, tu të rrugë e Grigor Eva, të ishë Shushica, da Gjiku Qali me Grigor Evën, ishë Shushica, kemi një parking rezident. Po të bishin gazetati, që o kredit bishin gazetati, që të shikoj, aty janë një 30 makina, 25 janë pa pull rezidenti.
Ne që jemi rezident këtu shkojmë atë, morim pullën rregullisht, zbatojmë gjithë rregullat, tu vin makina e bllokojnë atë, takoj policin bashkiaka aty në rrugit, si thënë, o zotëri, hajde që ke parkingu, shiko, sa makina me pullë, sa pa pullë, se ne na morën qafë, se kam morë 3 gjoba për 8 ditë, duke lënë vend pa vend, por e kam parkingu se rezident, por e kam pullën. Ai polici thot, apo ajo policia, se janë njerë goca, çuna e kështu, i thot, ja se sa të shkoj deri këtu dhe erdhë do vi, as nuk vje, as do me di. I man telefon se vjen njeri. Po gjysë morë thot i ke atje. Absolutisht kam ja 5 muaj jam morë me këtë punë, edhe sa ke atje, ai kanë ardhur thot. Kështu që këto nuk punë bashkia i ka vu ka papur. Një problem tjetër që kam ngjitur lidhur me bashkinë është këtu të rrugë që del te Grigor Epa për shku te shkolla dëshmorët e lirisë. Nëse ke parasysh, aty kalojnë kalamojt dhe s'ka vjetë barba. Po të shikosh aty, bile një herë ishte rastisi një gazetar, se kujt ishte nuk pyeta me thënë drejt, janë njëtë që një problem, ja të flasa me stafin e tjetër, nëse di, as se erdi fare dhe ai. Kështu që këtu është problemi madh me parkingun për rezidentët. Këto, unë do të falenderoj aty në radhë parë, sepse unë kam gjetur një problem këtu nga rruga kryqëzimi rrugës Kosovare, lidhe me atë rrugën që janë 3 muaj pa rregullu. Edhe semafori, edhe në momentin që unë apo telefonoj me ty, pas 2 ditësh u shtu rruga, pas 5 ditësh më kujtohet për semaforin, u vu semaforin punë, e të shi aty kalen fëmijë, kalen pleq, kalen çdo njeri, kalen si qytetar evropian, me vizime, me gjithë, vajlan ja 3 muaj. Mase unë morën telefon ty si duke gjur ato, apo njëherë si problem. E mbaj mend atë rastin. E kështu që edhe kjo punë parkingu rezidentu. Ora i morëm telefon së me ditë, mos punoj njëri në bashkiave. Nuk punojnë policia bashkake është inexistente. Vetëm rrogën morën. E kuptova. Bëre shumë që e përcon dhe patjetër që do ta ndjekim edhe ne. Falenderoj shumë. Faleminderit dhe ju. Gjithë të mirat. Përshëndes. Faleminderit. Presim telefonat tjetër, mirëmëngjes. Treguar, po duhet na prisni. Duhet na prisni se jemi me 2 linja paralelisht, kështu që alo. Alo. Po. Ule zërin televizorit, lutem zotëri. Po e ula. Faleminderit. Kemi një tokë si familje originale, do me thënë në një fshat të Korçës, është nxjerrë certifikata e personit që e ka patur, do me thënë i është dhënë një nipi, se dhja më kupton. Çfarë i është dhënë? I është dhënë kjo tokë me gjithë shtëpi nipit. Shtëpia nuk ekziston, por doli certifikata vetëm me truallit, që është aqësh të caktuar atje në fshatin e Korçës në Vosel quhet. Po. 300 metra truall, ka dalë certifikata. Mirë po e ka ndarë 280 metra tokë shtet. Tash si të veproj. Edhe një herë se s'të kuptova dashur. Kush e ka atë tokë? E ka X-i, një nipi i babait tim. Ai figuron mbi të tash, nga dokumentat e mbi kët duhet figuronte. Jo, mirë është mbi atë duhet figuronte ai. Nuk po them gjë, po që të kuptoj problemin, cila është pyetja ose shqetësimi. Tash që ta kaloj këtë i di rregulla, do të thënë ta kaloj mbi vete. Ma ka dhënë ai këtë mua. Është dakord që të ma japi këtë truall, po tokën e ka kaluar shtet, 280 metra. Si të veprojmë? Toka nuk kalohet shtetin e roa. Toka është o nuk është shtet. Nuk e kalon dot njeriu me vullnet lirë. Po, kështu thot, është shtet. E pra, nëse është shtet, i do aplikosh për ta blerë. Po, aplikon me këtë certifikat të personit që e ka marrë, apo edhe si ta marrë unë... Nëse ajo është shtet, nuk e ka marrë njeri, dashur. Po, të kuptoj. Nëse ajo është shtet, nuk e ka marrë njeri dhe do aplikohet për ta blerë. Po të plotësohen kushtet. Nuk ka rrugë tjetër. Të kuptoj, po këtë tokë tash si bën dokumentat me këtë certifikat se ky është ligjor për këtë moment. Nuk ka lidhje, më dashur edhe një herë. Po më thuaj për një tokë shtet. Sa kohë shtet e ka shteti, nuk e ka individi. Apo jo? Kuptoj, edhe bën edhe më mbrapa. Dhe po më mbrapa bëhet ajo se aktualisht s'ka askush certifikat nëse të thotë sepse që bëhet brenda këtij dokumenti pa apo bëhet si ta marrun këtë trualli. Bëhet më vetë ajo, e ndari dashur.
Sepse ndryshon sipërfaqja, ndryshon plani i levimit, sa kohë më thua që është shtet, sa kohë thua që është shtet, ajo është e pavarur ndaj çdo dokumenti tjetër. Dhe s'mund ta bësh mbi bazën e një dokumenti tjetër që s'ka lidhje me atë tokë. Të kuptoj shumë mirë, ka qenë një parcelë, po dakord. Po ata e kanë ndarë, po të kuptoj. Po bëhen veprimet nga e para vetëm për atë, pasi lidhje me dokumentet të tjera. Jo, unë dua të them që bëhen brenda këtij dokumenti se me qenë se akti ligjor është bërë mbi këtë person, apo mund të bëhet edhe mbi mua kur ta marr këtë trualli. Ta shpjegova që nuk ka lidhje me asnjë dokument tjetër, është e ndarë dhe bëhet më vete. Faleminderit. Të lutemi dashur. Faleminderit edhe juve për telefonatën. Faleminderit. Shëndet. Gjithë të mirat. Shkoj me tjetër telefonues, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po. Desha të pyes për diçka. Po. Kemi fituar me këtë 7500 në një 2 parcela tokë këtu pranë stacionit vjetër në Suk. Po. Po, kemi bërë dokumentat, gjitha me arta, me drejt, i kemi quke kadastra me post, edhe vinë përgjigja parë në kërkun kufitarët. Kufitarët janë të regjistrum, aty me emra me gjithë. Që tani ka vdek personi, për shembull, do gjenë gjithë kalamajt aty janë me emra kufitarët. Se vdes personi, ngelin kalamajt. Mu më thanë që nuk ka problem për tjetër shkryt me si emër kufitari. Udhën pra fletrat ma vetë zero, erë në dytë si kërkun kufitarët, kërkun plan rivelimi, këto taksat i bon. Bon dhe tretën ma vetë zero, pasaj kërkun prap kufitarët. Dhe shikëtu sigur talën të avë. Më nisi ku ndodhet prona? Në Suk, stacioni vjetër në Suk. Më dërgoj një dokument aplikimi dhe lutem. Po? Edhe ta ndjekim. Po aplikimin të bëjmë trita? Jo, më dërgoj një dokument aplikimi, po them. Dokument aplikimi? Po, vetëm një dokument aplikimi. Po. Që të pyesim pastaj. Që kishe këtu me... Po jo tani, pastaj, më vonë, se s'kesi manis tani. Më vonë? Po. Ta dërgoj kësë me SMS? Po, i dashur. Po. Përshëndetje, faleminderit. Gjithë të mirat. Presin tjetër telefonat, mirëmëngjes. Alo? Mos e mbyll telefonin, se e mbyll e shpar. Ule zërin televizorit. Urdhëro. Ule televizorin, të lutem, më dëgjoj vetëm nga telefoni. Po ule mo zërin e televizorit. E kom ullë. A ullë fare. Ule në zero, ule. Zero më është të kret për duke të zero më është të bloku. Ule zërin e televizorit. Po më shumë një tjetër se unë kom ullë. Po, flisni tani. Po, si e ka një vaje mirë. Mirë, si e ti? Mirë. Unë jam dhe gjurë si regull, i stacionit tuj, jëm nga Peshkopia. Ka një 2 vjetë qa, nga posta e Peshkopis, do të kiti gjuhë dhe ju pa tjetër, që ai që shpërndate parët, asistencat e pensionit, i mori lekët dhe hiku shduk, edhe që ka i ditë e knerëve në bëndë për të zërbalje të gjëna që jakë në përte, s'ka lujtë gjëvat të ku. Me që ka di këta lekët, për pasaj dhe 5 milion. Po futa e drejtari i burës në një njërë, ditën e dali, edhe për ne s'ka qa ka këtë kushma. Problem. Për Shkopia, se du të vesh gju, pa tjetë. Po, pra po. Ka goxha rastet të kësaj natyre. I një havizina, pensionista. Si? I një pensionista, i një havizina, një ka të helbesi, ka shkur të leka. E di. Po, mos është puna dhe gjuve, janë lekët e tua, do. Sa të mbetën pa marrë nga ky veprim? Alo? E mbylli prap? Mirë, presim tjetër, kemi në linjë? Alo? Ka telefon? Kemi telefonata, apo jo? Ashtë akoma zotëria?
Alo? Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Më falni don 24? Jo. Kush jeni ju? Falë. Po ti po na dëgjon në televizor dhe thua kush jeni. Po, dakor, dëgjoj. Po, më thua, ule zërin televizorit. Kena ule, po... Ule, mo? Tani, unë do... Ule televizorin, o zotri. Mora vesh. Po, ule. Po, unë do të ngret 3 probleme. Po, më thuaj. Kur të marroj të tretin, atëre më thoj X e mbaruam. Jo, thuaj ti kur ta mbarës? E para njëre kam me këto ligjet që i nxjerr qeveria. I nxjerr dhe nuk i zbaton. Ose i zbaton fillimisht ato kur e para është një për këto hapësirat publike. Duale me fjallë edhe në fushate në gjitha i bënë këtu, unë jam u flasë nga Durrësi, nga lagja 18 nëra se do të dishë edhe nuk e kam për është. Ama, të hysh tuk e lagja jonë, e lagja 18, për para këte është brekullia bukur, gje e mirë dhe mbërba pallatit nuk ka mundësi të hyjnë. Ore rrezik do gjesh edhe ujë derra tegër, që drejt janë këtu mbrapa. Më dëgjoj? Dëgjoj. Është një diçka maramendshme, që qeveria që nxori ligjin, ta çojnë deri fund. Se neve po na neve që jemi, unë jam kati 4 tu në pallati dhoti, edhe po na vinë ato ferrat e mbeturinat deri kat 4 do na hyrë dhe që prind brenda. Të mërshme. Pra është diçka maramendse kjo. E dyta, këtu në lagje tonë, dikur me fjalë në vinde i makinë në kohën e vapës, i makinë e spërkase këtë rrugën tonë. I pastrotën e regullonë, që të sinë për pakën në një vaditje e një spërkatje. Tani nga ka marmalli për bërë një vit e sa, nuk po shofi një makinë të në vit në bëjë atë spërkatin e rrugës. Fare, Po, jo, fare jo njerë, po. E treta, ama po hyre këtu ke lagja jonë, që neve jemi nga degën që dega njëfër, një rrugisë më poshtë, edhe bashkon vjen teke fabrikatet, marojnë paseshke fabrikatet. E gjithë kjo rrugë, që është rrugë Goxha, edhe kryesore më da kapsh, nuk kalon do të pa kundargas. Është njëre keqe, njëre maramendse, gjitha pusetat e këtyre mendes dhe urat të zezra, janë të gjitha të syra. Ashtu, ha? Pa le po të hysh pasen nga pa pallatit, bravo pallatëve gjithë më maramendse, që këte kam edhe këtu të pallatit imun. Këtu mbrapa ku flasën janë urat e zezra, këto janë të blokume. Mërshme. Janë blokume sa që vjen makina, ku diu nga Tirana, nga vjen një makinë, me zorë, shtri zorë, një 100 metrë zorë, edhe i bëjë cilin i tërheqin i pastrojnë e regullojnë që. Nuk është e logjikshme, Dhe ka shumë vite që e ngrejmë bërtasim, ama njeri nuk po në vëshëllen. E kuptova. Vetë qeverisë. I kam qërë mesazh edhe Edi Ramës, edhe nuk e di mbriti si mbriti, nuk po. Këto janë të probleme që ngrita... Bërë shumë që ngrita që ndrojnë të gjitha, unë të falenderoj shumë. Po, falenderit, kaloj shumë njerë. Ditë mbarë, falenderit, shkoj me telefonat tjetër, mirëmëngjes. Alo? Përshëndetje. Klodi, mirëmëngjes, si u grive. Mirë si jeni ju. Urime për emisionin. Falenderit. Kishim një problem sa qesharak, aq edhe serios, jemi banor të një shtetë dhjetorit këtu. Jemi komunitetu, si që jemi këtu mbrapa mullit vjetër, është bërë një mal me mbeturina, me inerte, me lache, që në qofë se do brezë gjithë Tiranën, po i gjete një të tilë, fiksoma numin edhe të paraqitëm ku duha shtinë në qofë se të një. Me qëfar është me ilache? Urdo? Me qëfar mbeturina është janë? Janë mbeturina kështu inerte, lache, budalike, këtu. Nuk themi këtyre të bashkide, thot nuk është kompetencia, është bërë një mal i mas, këtu mbrapa mullit vjetër, po e ke parasysh se një dhjetori. Nuk po kalojmë do të me tani, po dalin në rrugë fare. Sa koka?
Urdhë? Sa kohë ka që përballë? Kjo po bën gati një 15-20 ditë, po është bërë pa imagjinueshme, nuk mund ta sjellësh dot në imagjinat të situatës. Të lutem, po deshe na ndihmo. Po more. Po deshe na sill një gazetar për ta verifikuar. U themi atyre që heqin veturinat nuk është kompetenca jonë. Janë ca që vinë marrin këto jo dërrasa, jo divane, jo kolltuqe, këto nuk janë kompetencë jonë. Tani edhe qytetarët që kanë bërë ndërtime kanë pak faj, pastaj kanë hedhur tani si zgjidhet kjo punë. Jo, faji kryesor është mbi ta në fakt. Urdhë? Fajin kryesor e kanë ata që i hedhin dhe nuk i çojnë aty ku duhet çuar. Po pa diskutim. Po kjo s'do të thotë që problemi duhet Ato rifazohet. kanë ngelur tani, po që se ke mundësi kështu se. Patjetër, ja sa të mbarojmë emisionin. Hajde shikoj, mu mbrapa mullit vjetre ke mu përballë Vodafonit, pak skiq. Të lutem tash mos na përmend emra kompanish. Faleminderit. Gjithë fëmijët faleminderit. Po na ndihmove do na bësh nder të madh. Shkojmë me telefonat tjetër, mirëmëngjes. Alo. Alo, mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Flas nga Malësia e Madhe. Zërin, e ul dot të lutem? Televizorit, e ul dot? Jo, se kam nevën hiç për shaf zotën. Po jo, më vjen një zot tjetër. Për zotën pra jam jashtë në balkon e s'kam televizion nezën. Që po ta bajbi. Ose e kthen telefoni pastaj. No, s'ta kthen telefoni. Deshta pyes Klodi, s'kam marrë edhe herë nga Italia se jetoj në Itali, por tash jena për pushime këtu në Malësinë e Madhe. Kena pas bën shtëpinë në 2010-ën. Ala jena pa legalizim. Për informacion, a ka një ligja pritet a... S'ka nevoj për ligj, po mos sill dokument aplikimi që ta ndjekim. S'ka nevoj për ligj kjo. S'ka nevoj për ligj. Po a keni aplikuar? Jo, s'kena aplikuar se gjithmonë na kanë thënë s'ka ligj, e din si janë to gjëja. Jo, duhet aplikoni, zonë, duhet aplikoni, s'ka lidhje me ligjin ajo. S'ka lidhje me ligjin, duhet ta aplikoj. As pak thjesht aplikohet dhe asgjë. Aplikoni e dashur, duhet aplikosh në Albania, në kadastër për kace. Okej, Klodi, i nderuar. Faleminderit e dashur. Edhe juve pushime të mbara. Faleminderit shumë. Gjithë të mirat. Kemi kohë për tjetër? Mirëmëngjes. Mirë, Klodo. Urdhroni. Si e vllai mi. Si jeni ju? Mirë, vlla, lutem se ndoshta bëmë një biznes, por për këto invalidet më vlla, për ne, domethënë, a do bëhet ndonjëherë rritje rrugë vlla pagese? S'ka ndonjë përcaktim, aq sa janë të gjitha. Si mund ja dalë më për zotin më 300 lekë vetë gjashtë valla, a kupton për zotin e madh. Nuk e di vlla, a kanë fëmijë shtëpi këto as kanë vetë. Ti e kupton se do të 300 lekë sot këtë ditë. Asgjë. Se ju më fëmijë vegjël me këto. Unë nuk e kam për shifit, më ka s'ka çfarë bëj. Jo, nuk ishte zgjedhja jote kjo. Nuk e di kjo, valla është shumë problem këtë vend valla, shumë problem. Totalisht i mirë kuptuar i dashur, por se ka ndonjë vendim që unë mund ta ndaja me ju. Këto nuk e mirë dot mund pa borxh, më dëgjon më klot, nuk ka shanse, nuk si ti më lekë do të çoj aty. Rrof nga njëri që vjen ndihmo. Që mos kemi të ndihmë që vinë ai pagu në gjë, ne kena marr fund për këtë vend. Po normale se nuk të del. Zoti është problem, aty janë një muaj se për zotin për këtë shtat ne kena marr fund. Absolutisht. Ti do të veç ato 300.000 lekë. Po. Të besoj. Rrofshëm. Të besoj dashur. Faleminderit për telefonatën. Ne kalojmë një hapësirë të shkurtër publicitare për të rikthyer pas pak në pjesën e tretë, mos u largoni. Kthehemi në studio në pjesën e tretë të programit, ora 8, vijon komunikimi drejt për drejt me ju në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008. Mirëmëngjes, telefonata për shëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jam një zonjë nga Durrësit. Desha që pyes për sa i përket pensionit tim. Për pension? Po, për pension. Po. Kam dalë në prill të 22-shit. Dhe më mungonin 4 vjet. Kam bërë disa kërkesa dhe nuk mu njoftën nga sigurimet. Kërkesë për çfarë? Për kërkesë për të ripar për vitet sepse unë kisha në libres, por specialista më thoshte që nuk i gjem në bordero. Sa vite nuk janë llogaritur? 4 vjet. 4 vjet. Por mbas këtyre 4 vjet dhe unë kam dalë në asistent. Që atëherë nuk jepte njëri asistent. E di, e dashur, ka një gjë që unë kam ngritur disa herë dhe në instancat e larta të sigurimeve shoqërore, që lidhet pikërisht me këto
fakte, pra me librezën, me faktin që dikush ka dalë në asistencë dhe merret dhe mirëqen pjesa që ka qenë në një punë të caktuar, por këto element që vërtetojnë një punë nuk merren konsiderat nëse sigurimet nuk arrin dot që të gjejnë borderot e asaj kohe që vërtetojnë 100% punën e bërë, më kupton? Po pra, po tani, ligjin që zorri kriministrave që njihen kur keni dalë në pension? Po pra, po kur keni dalë në pension, ju zoj? U kanë dalë në prill të 22-shit. E pra, ligji ka dalë më vonë. Nuk prek ata që kanë dalë. Nga ky ligj, më janë njohur 2 vjet. 2 vjet. Jo. Janë në 91 deri në 93. Jo, nuk janë njohur nga ligji ato, se ligji nuk I njeh ata që kanë dalë. Njeh ata që dalin pas ligjit. Më kupton? Mua më janë shtuar 2 vjet. Po pra, mund të jenë shtuar, po patjetër, por jo me këtë ligj. Ty mund të shtohen të gjitha vitet në rast se arrin të gjesh dhe dokumentet asaj kohe. Tani, por kjo nuk do të thotë që janë njohur me ligj. Nga këto 4 vjet, mua më janë njohur këto 2 vjet deri në dhjetor 93. Po pra, po jo si pasojë e ligjit, o e dashur. Më kupton? Shumë thanë, me ligj, me VKB, ty janë njohur këto 2 vjet. Jo. Pra pa listë pagesë. Jo. Po jo nga ligji, ku banon ju? Durrës. Në Durrës. Si e ke emrin? Tani, jo, Ketra tani. Okay. Këto vite tani, thonë që nuk I gjenë se s'kemi listë pagesë. Në një kohë që e vërtetojnë që unë po nga kjo ndërmarrje, kanë dalë në asistencë. Po pra po. Po mungesa e listë pagesave pa mundson, pra. Atëre, në qoftë se unë, një shembull, do shkoj në gjyq. Gjyqi dhe e vërteton me 2 dëshmitar. A ja vlen të shkosh? Pyetja është a ja vlen të shkosh në gjyq? Qoftë ja vlen, pra. Po them këtë një shembull. Me 2 dëshmitar gjyqi I njeh. Pa listë pagesë. Po pra po. Po janë 2 anët, pra. Zyra e punës, që thot po ka dalë nga kjo ndërmarrje, nuk e njeh. Po pra po. Ky është paradoksi, pra, që kemi thënë gjithmonë. Dhe këtu ka një të vërtet morale dhe ligjore. Morale është kjo që thonë ju dhe të gjithë jemi bashkë. Ligjorja pastaj është tjetra që ty nuk të llogaritet dhe mungesë të listë pagesës. Nëse më jep emrin, unë arri që ta marr informacion më të plot në drejtori. Jo, unë informacionet I kam marrë që të gjitha se janë takuar me atë specialistën që ka punu dosjen time. Po pra po. Ka thënë që mua kontrolli sot që më ka ardhur sot, mua më ka gjetur në rregull me këto që po kam bërë unë. E dashur, a more për ta ndjekur dhe ne si problem? Po. Me jep emër, mbi emër që të pyes në drejtori pas emisionit. Po, Miranda Rakiplari. Po babaj? Lambert. Në Durrës më the apo jo? Në Durrës. Okej. Mizoj, faleminderit shumë për telefonatën. Faleminderit. Uroj gjithë mira, ditë mbar. Presin telefonues tjetër, mirëmëngjes. Ska gjë, është larguar. Do të jetë mërzitur me sa duket. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje, Klodi. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po. Do të pi, kam një hall e kemi verifikuar tani në Korrik, po në 2023 kemi ble një pronë, të bleu Kunadi, të noteri 480 metra, për të zhvilluar një shtëpi private. Puna vetë. Këto afër qytet studenti këtu në Tiranë. Në 2013 bleu pronën. 2023 ndjes. Sipas rregullave të noteri. Po, më thuaj problemin, të lutem, nderuar, se këto janë shtojca që s'na duan. Po. Edhe 2024-2025 zhvillohet projekti, aplikohet në Korrik 2025-s, kërkohet prap kartel harta e rifreskume, u bë aplikimi për lejen e zhvillimit. Edhe na del leja e zhvillimit në mars-prill të këtij viti, mi për 2 muaj më përpara na ndërron në jetë Kunati. Okej. U deshën më bërë ata procedurë ligjore për të kaluar djalit dëshmi trashëgimie. Normal, po siç janë. Bëhen ata dhe në moment që shkojmë ke noteri e aplikojnë, na vjen certifikata nga 480-260 metra katror. Ndërkohë ngjitur një kufitar, si një shtëpi,
Edhe po certifikata e parë ishte në rregull, me 300 sa the. Jo, 480 ishte në rregull. Deri në 2005 ishte në rregull. Po, pastaj të erdhi 260. Pse? Mungonin 220 metra, sepse kufitari që kishim në aty, me le legalizimit 2017-ës, regjistruar në shkurt 2026-ës, gjashme sikur paska 220 metra. Regjistron. Tokë. Trua. Po, tokën. Fizikisht janë të paprekura, ai 220 i ka të shtëpia vet. Flasim sipas me ndërhyrja ndekti, e po do kompensohet, çfarë do kompensohet në ka dalë zhvillimit për të zhvilluar ndërtesën që po mi kur shkuat, okay, dakor, kur shkuat në kadastër për ta rregulluar ose për të paktën për të pyetur që pse është bërë kështu. Çfarë përgjigje morë? Përgjigje do kompensohej ju me 220 metra, do i kompensoj shteti. Po pse? Ore i thamë ne komshion që është ngjitur, se pyetëm dhe komshion, por s'digjo fare. Fizikisht ai ka 220 metra në pjesën e vet. Po, ne 480 metra ne kemi të paprekur. Edhe do aplikonim për lejen e ndërtimit që të dilte në emrin të djalit të ne. E qartë, e kuptova. Shiko, duhet të më sjellësh ndonjë dokument që të pyes se është pak komplekse si rast, më kupton? Më sill dokument që në rast se ke ndonjë kopje ose certifikatën e vjetër, pjesën e re dhe përgjigjen që ke marrë nga kadastri, po kjo që na thanë që duhet të kompensoj, ekziston kjo? Po s'ka lidhje ty s'ta ka marrë kush atë që të kompensohesh. Jo, fizikisht ma ka marrë kush. Po pikërisht. Se duke llogaritur 220 komshit, 260 që ka mund tani bën 410 fik. Po besimi është ngele dhe komshit, pa ai ka çekuar për të pajisur me dokumenta në tokën time. Shiko, praktikisht ai është dokument me certifikat pronësie. Që ka pas i ndjeri. S'mund të dalë tani që kjo është duhet marrësh kompensim se me sa më thua, ndoshta mund të jetë bërë ndonjë gabim. Më kupton? Inshallah, që gabim po. Ne jemi të meruar kur na tha ai arkitekti dhe mund ka aplikoj dot tha. Mundohu të më nisësh ndonjë dokument ose eja na i sill këtu që të pyesim pastaj. Meqense i afër. Je në Tiranë apo jo? Po, më po në Tiranë. Okej, kur të mundesh? Kemi një zgjidhje që të përfitojmë 410 prapë sa arkitekti më tha nuk e di, domethënë zgjidhja vetëm për momentin është që ta dërgojmë në institucion. Mirë, valla. Për momentin. Nëse dëshiron, mund të vish na i sjellësh dokumentat ose na i nis nëpër këto rrjete sociale që të pyesim. Dakor? Patjetër, valla. Mirë. Përshëndes, faleminderit shumë për telefonatën. Kemi tjetër në linjë, alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes, Vlora. Si je, Flori, si je? Ha mos i jeti. A të keqe, o ti si je ti? Si a i djeli në dimër, se këtë të vdes këtë djeli, tani në berat, të vdes. Ere, për së të balin. Faleminderit shumë. Më thuaj. Dua të flas janë dy fjalë për artistin e filmit, Gigandin. Për këmë? Ka kënduar këngën poezi Kadri Roshi, Gigandi i Shqipërisë. Patjetër. Në televizionin shqiptar. Ka kënduar këngën Shqipëri moshkëm e gurtha. Vrites prites për flamurtha. Vrites prites për flamurtha. Ata iq neve i vurtha. Po kështu kemi qenë të kurtha. Filloj për të zhëllua të këndon të këngën. Giganti i Gjirokastrës, që ka një zë të papar. Edhe se ka mua beti këtu ti. Edhe s'kujtojnë asë njerë këta gigantërët keqen vllai ty. Po, a i ka kënduar edhe ka luzu filma, ka Roshi, që vallai të gjithë ka luzu filma, se a i gigant i robit. Edhe sot flamurin, a se të zhurtojnë fare shqiptarë, se duon shqiptarë flamurin. E vërtet. Kur e këndon për të blulua, Shqipëri moshkë me gurë, vrite frites për flamurë,
Frite për flamurë, këso kemi që kurë, adiko, hajde të gjeqe. Hajde zë, hajde. Na kujton një kolegun ton nga Tepelena. Gjithë datë të zëmrës. Edhe ai është bil. Faleminderit shumë i nderuar. Dhe gjofsa të mirën. Shumë faleminderit. Ditë mbar për ty. Po pra. Alo, përshëndetje. Po, përshëndetje. Mirë se erdhe. Mora përsëri unë. Shiko, jam atë sajtë legalizimeve. Po, edhe një herë lutem. Kam legalizuar një tokun, shtëpi me tokë, 350 metër tokë. Po. Jam bë pagesa. Ku erë certifikata, erë 330 metër. Erë më pak? Pa, 20. Një sta një po i kanë matë gabim ato të parte, ku di unë. Kur bërë në kesë, doli që kësha pagu në regull, dhe më thonë. Këto të dytët, këshën pa gabim. Po, dhe du të reguluar certifikatët me duke shtuar metrat. Po, ata thonë që nuk shtohin metrat, do të kejmë legët. Po, nuk du legët, du metrat, unë s'kam se janë pagu legët. Ku ndodhet prona? Tiranë. Të cila drejtori? Jordan Mise. Më nis dokument aplikimi edhe ti, dashur që ta shohim të pyes. Si sjellje? Dokument aplikimi. Domethënë pjesën që vërteton se ke pasur X metra dhe pjesën që të kanë dhënë pak. Po, ku ti çoj? Na i nis neve që të pyesim kadastrin. Juve. Po pyeton, ata thanë janë rregull, gabimi jon, thanë po të kthejmë lekët. Ba kërkesë që na sill numrin llogarisë të kthejmë lekët. Po ty s'të duhen lekët, duhet prona. Po. Kështu që na nis dokumente që të pyesim dhe ne çfarë përgjigje ose çfarë mundësi ka për ta rikthyer edhe një herë pronën. Po, ku e çon në WhatsApp, ku e çon? Po në WhatsApp, po duhet të lësh një numër telefoni. Po, mirë, intereson, faleminderit. Faleminderit ty për telefonatën. Gjithë të mirat, shkëmbë tjetër kemi. Ka mbyllur. Mirë, s'ka gjë do vi tjetër në 8:14 minuta. 068 99 00 008 068 60 54 639 në pjesën e tretë programit Ora Juaj, takimin e sotëm e ende data 27 gusht 2026 në komunikim për orës 7:15 minuta, si çdo ditë në fakt nga hëna 9 të premte për orës 7 deri në orën 9 vijon komunikimi me ju. Okej. S'ka gjë. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Më falë, Klodi jeni vese, pa tjetër. Klodi jam. Është hera e parë që po të marrë në telefon. Dhe jam shumë, jam fanë se juaj. Faleminderit shumë ju. Kam një problem. Më thuaj. E kam punën për këto pension, në qofë se vetëm kimot në serosh. Po. Kam bajtur, kam pyetur dhe edhe më ka dhënë ca përgjigje që nuk janë sakta. Pse? E di që shpuna im shoq ka 33 vite punë dhe 3 vjet ushtri, që bën 35 mos gaboj. 36, 33, 36. Ka punuar tërë jetën në shtet. Dhe erdhi puna pensioneve që erdhi kjo 15.000 lekë, nuk ja dha fare, duke thënë që... Nuk i ka dhënë 8.000 lekëshin? Po, e ke pension të pjesëshëm. Po, dëgjoj pak e dashur. Ushtria nuk quhet? Jo, quhet ushtria. Një sekond, kur ka dalë zotëria në pension? Jo, quhet. Quhet. Po, kur ka dalë bashkëshorti në pension? Ka dalë u bën 15 vjet. 10 vjet? 15. Me 25 shtator ka dalë. 15 vjet. Dhe gja, kështu e kam edhe unë. Edhe unë, ne jemi të dy moshe vjetër, dhe nuk e kërkojmë tot. Kemi vajtë, kështu e kemi bërë të gjo pak e dashur, edhe njerë, duhet përcaktuar vitet se sa janë. Më dëgjoj të shpjegoj. Nëse të kanë thënë një bashkëshorti e ka pensionin të pjesshëm, a i përfiton 8.000 lekë të vjetra nga bonusi që u dha, nga shtesa që u bën janar të këtij viti, nëse pensionin, më dëgjoj pak, të lutem e dashur. E përfiton si pension i pjesshëm nëse pensionin e ka
më poshtë se sa 220.000 lekë të vjetra. Nëse ka më shumë dhe është i pjesëshëm, nuk e përfiton. Sa e ka pensioni zotëria? Ka 250. Nëse është i pjesëshëm dhe ka 250, nuk i takon as 8.000 lekë. Nuk i takon. Jo, sepse kam vendosur me tavan, pra. Pensioni plot deri në 400.000 lekë të vjetra, i pjesëshmi deri në 220, deri në 180 familjari, 300 invaliditeti e kështu me radhë. Shumë falenderit. Të lutem. Falenderit shumë. Edhe ty falenderit e dashur. Në ditë të mbarë. Shku me telefonat tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zote Klodi. Po, urdhoni. E kalot pushime shëndet dhe jetë. Falenderit. Me familja. Falenderit shumë. E kalot pushime. E digjo, po pashtë të gazeta Telegraf, për gjyqtarët ju shtohet roga. Aty në ju me ju shtu, pa me ju paktu rogën, sepse ato kanë, nuk di që të them sa kanë ato. Asni gjyqtar nuk ka që i ka një shtëpi. Një shtëpi nuk ka, po të gjithë kanë ka 2-3 shtëpia. Shtëpi pushimi, shtëpi ku banojnë dhe shtëpi në qytet tjetër. Aty në ju me ju shtu, po me ju paktu, po të shifen pensionistat që kanë punu, me shpirt kanë punu. Në shpirt kanë punu, se të shi kanë rogat e mlaje të shi. Po atëri kanë pasë vogla. Dhe ne kena punu me shpatula dhe kena fitu lekun me djerë balit. Kjo ishte e imja. Edhe për dritat dhe ujnë, unë jam tek punë në shpi. Dhe të me vinë dritat në mua. Kështu që vetëm në darkët dherë në maksimumi ora 9. Ato është në etja ime. Edhe televizorin e marrë gjithë ditë ndezur. Sepse kjo shoku im televizorit se s'ka tjetër, të jam e pa mundur nga këmba për të qarku jashtë. Edhe rinë në shpi, e madhe me blej një bukë. Dhe po të shkoj të marketi, mi binë ato të marketit, mi binë gjërat të shpi, deri në banak. Edhe mi sistemojnë. Ne të shifemi me pensionet, edhe 400.000 lekë po ta kemë unë me shpenzimet që kam, me ilacet e me gjanat, kjo është e pa ditë. Tërë qetësusa do të marë minimumi 2 në ditë. Qetësusa, 2 në ditë. E di, s'ke faj. Ku të shkaj unë me këto 250.000 lekë që marë? Qa të bëj? Të unë pres vi data e pagesës, edhe marë një taksi, edhe shkoj atje. Taksia do lek pa lek nuk shkon. Edhe të është afër, po nuk e ti do të vetëm deri në bordë bret, në bordë palati. Dhe sa që është mund t'ja ime. Të kuptoj. Të marrë një buk në javë marrë. Edhe atë nuk, edhe gatuaj. Ka i qikë, sa me thamë. Të kuptoj ta shqecimin. Falenderoj shumë për telefonatë. Qofshi mirë. Të uroj gjithë të mira. Jetë dhe shëndet ju uroj. Edhe ty falenderit shumë. Telefonata tjetër, mirëmëngjesi. Alo? Lodi, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Shkodra. Shkodra, mirëmëngjes. Më interesum për legalizimin e shtëpisë. Po? Për në si teme jam, edhe në një gjyqit, më kanë thonë për herë për legalizimin. Kam alësy në 2007. 2007? Po. Edhe sot pa legalizuar? Edhe sot është pa legalizuar. Shtu, ha? Ke marrë ndonjëherë ndonjë përgjigje? Përda? Ke marrë ndonjëherë përgjigje apo jo? Përgjigje kam marrë negative. Se? Po është e legalizimit. E në të në Shkodër në rënë që me kanë baraka. Po, çfarë përgjigje ke marrë, se kjo ka interes pastaj? Përgjigje që ke marrë. Interesi alas janë ba. Dokumentin e aplikimit, vetë deklarimin e ke? E kam. Ma njës të lutem që ta ndjekim ne. Është në hipotekë regjistruar e ja. Kur më thua kam dokumentin e vetë deklarimit, çfarë kupton? Vetë deklarimin që kam të regjistruar në hipotekë. Çfarë ke të regjistruar? Në shtëpi. A më the kam aplikuar dhe s'kam marrë përgjigje? Kam përënësim tema, unë e kam hapë, se jam kuritar. E keme dokumenta shpina, po jo? Normal, të në tokë teme. E kam futë që jam da me plakën. Po çfarë ke futur, pra? Kam futë tokën, në ditë 200 metrë tokë, që kam me shpinë në gjithuse. Më nis dokumentin e aplikimit atëherë që ta ndjekim. Eto, ti shumë falënderit. Të lutem. Faleminderit për telefonatën, ditë bukur. Lutem, faleminderit. Shkoj me tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, o Klodi më fal se po ndryj dhe një herë tjetër.
lidhur me pensionin, se ka I telefoni që kisha me zit dëgjohesh. Aktualisht unë kam dalë 2022 në pension. Dhe duke përfituar 18.000 lekë me vitet plota, këtë bonusin marrë gjithsej 397.000 lekë vjetra. Vitin që vjen, do të më shtohet prapë 18.000 lekë apo po do të shtohet, po jo 18, 3.000 lekë të vjetra. Po jo, se nuk duhet kaloj 400. Mirë, tash të kuptova unë, se shpar nuk me zit dëgjosha dhe s'ka problem. Faleminderit shumë, je shumë I mirë. Asgjë, të lutem. Faleminderit juve. Dhe emision të mbar. Ditë mbar për ty. Shkojmë në telefonat tjetër, mirëmëngjesi. Po. Alo, përshëndetje. Po dëgjoj. Mirëmëngjes. Ina di pensionista tash në Kashinat Mërdi. Si, nuk të dëgjova. Urna? Edhe një herë të lutem se dëgjosh keq. Ina di pensionista tash në Kashinat Mërdi. Çfarë thot? Tërfeni. Flet nga Rësheni? Po nga Rësheni. Edhe fshati jonë, atë bë fshatis komplet, maksimumi mund të jetë 20 personëm. Aq pak, Edhe kam le një tokë në levë, 800 metra, me bo një shpi simbolike, se higen këtë. Po më thuaj problemin, të lutem. Më në hora rusha, kësha. Mirë, po më thuaj problemin, të lutem, lëra rushën. Edhe nuk më lanë me bo shpëjnë. Pse? Edhe s'më dëgjon zotë. I lutem shumë. Po çdo më thonë nuk të lënë të bësh shtëpinë, a ke marrë leje? Urdhën? Ke marrë leje për ta bërë shtëpinë? Po sa le kem ble tokën më. Çka le ndërtimi kon në kështimin tonë? A ke marrë leje nderuar? Po se s'kam marrë leje, ne shkoj me ma leje, më thonë. Çfarë do thonë? Nuk ka ani, pra çfarë nuk ka, pra se s'po më thua asgjë. Ka si jamon ko le ndërtimi shuga që me batia punë. Aha. Pra le ndërtimi da stoka jote. Nderuar, çfarë të kanë thënë kur ke shkuar për të marrë leje? Ku? Çfarë të kanë thënë për lejen? Nuk na dëgjon. Faleminderit nderuar. Do flasim në një moment tjetër. Të kërkoj shumë ndjes. Kemi kohë për telefonat tjetër? Okej, mirëmëngjes, përshëndetje. Uleni zërin televizorit, ju lutem. Alo. Urdhra. Mirëmëngjes zonjë. Jam një zonjë Aka. Po duhet ulni zërin televizorit, ju lutem. Zonjë. Uleni zërin televizorit se dëgjojmë keq pastaj. Ule zërin po ule. Jam një zonjë nga Divjaka. Okej. Dhe kam një probleme tokat që janë ndarë. Po? Më doli tapia e tokës merrën ato. 4 toka merrën të sakta dhe një tokë që kam 12 lymshin, goca dhe plaku dhe unë që flas. Më kanë dhënë një zgaravin të harta. Nuk kam problem as me komshin, as me bashkinë e Divjakës nuk kam problem. Të tëra jam bërë me në përfizim. Çdo më thon ka ardhur me shkaravin. Po, kam bërë një vijë atje në mes edhe se ketë saktë, më thonë. Pse? Ka ndonjë arsye pse? Na bashkia e kam në rregull, nga komshit e kam në rregull, tokën e kam në rregull, nuk kam problem me tokën. Po çfarë bën? Vetëm kadastra Lushnjës ka bërë një pjesë e ka bërë zgaravin, ka bërë një vikote. Ke marrë përgjigje me shkrim përveç kësaj që thua si viz? I kam aplikuar vetë edhe në kadastrën e Lushnjës, si shikon rajo drejtoresha, po e kenë saktë. Po pse ma nxjerrin negativ kur vjen se dua kur erdhi ndarja më erdhi problemi, se do i ndarja vajzës. E kuptoj. Nuk e di ku të vete, kemi bërë disa herë. S'ka problem, mos i dokumente zonjë dhe ndjekim bashkë, pa problem. Ku ti çoj dokumentat? Lë një numër telefonit të regjia dhe ty kontaktojmë pas emisionit. Po. Dakor? Po. Faleminderit. I marrim një numër e rin, të lutem. Japi numrin e telefonit. Tani politik. Okej. Në ndërkohë kemi kohë për tjetër apo?
Okej. S'ka problem. Mirë, kalojmë një hapësirë të shkurtër publicitare, vimi një herë pas pak në 20 minutat e mbetura, mos u largoni. Telefonatën në linjë, alo, përshëndetje, mirëmëngjesi. Përshëndetje. Mirë se erdhët, përshëndetje. Jam nga Shijavë. Aha. Edhe po më gjatë një ka pak pensione. Dhjetëorë mosh 65. Edhe nga një fjalë që kishe për nga. Po. 34 vite punë. 34 vite. Po mirë po mungojnë 4 vite. Në notë ishte si gjithë tjerë. Pra bashkë me 4 i bie ti në 38. Po. Mirë po shku me punu në fabrik një në Durrës. 4 vite. Edhe të shi që im lodha nuk më dalën, një fjalë kanë honë tot. Po mirë, këto 4 vite ku ke punuar? Fabrik një në Durrës. Ti ke dalë në pension? Ja, dalë në dhjetor. Çfarë vitesh bëhet fjalë në para? 91-95. Po çfarë ndërmarrje ka qenë kjo ndëruar, se mos ndoshta njihet me ligjin e ri? Kjo quhet në marrëgëmbëllimet fabrika një. Që nuk përfshihet në atë pjesë. Të shton arsyeja sepse apo thjesht e ke konstatuar që nuk llogaritet? Janë djeg letët edhe nuk gjinen një fjalë lidhur të punës. Nuk e di nëse përfshihet në listën e ligjit për ish kooperativat bujqësore. Shiko, do të them për pak sekonda. Atë, okay, deri në po njihet edhe kjo pra, po e di atë deri në shtator 93-shit, por edhe kjo lloj pune që ti ke bër do të llogaritet me ligj. Pra është pjesë e përfshirjes në ligjin që është miratuar në për ish kooperativat bujqësore. Më kupton? Po. Kështu që do të njihet pa që nevoja për të shkuar në përgjyqje apo për. Më kupton? Në rast të kundërt. Po pra, ato pas 94-s jo, pra deri në shtator të 93-shit. 93, një fjalë 2 vite e humbin, a? Po pra. Se këto të ligji, vitet para 94-s dhe jo pas 94-s, që do të thotë 93 dhe më përpara. Po. Kështu, në rregull? Të she sigur, një fjalë. Po e sigur, patjetër që po, se sigurt është. Është më mirë ti marr me gjyq. Si është mirë ti marr? Ti thua është më mirë të shpenzosh lek apo ti marrësh me ligj? Patjetër me ligj. Pse duhet ti marrësh me gjyq? 4 vite. Patjetër. Si do se kuptoj pse e bën këtë pyetje. Do të je nga ligji, dakord? Faleminderit. Shkoj me telefonat tjetër, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Klodi. Urdhërori. Përshëndetje si je? Përshëndetje. Lulzim Hoxha nga Fshati Kashari Tiranës, Katonaj Trash Tiranën. Bo. Urdhë më thuaj. Desha me të pyet për unë jam invalid, e shikamohet e ka dhënë invalidit. Dhe? Ke qenë edhe ke shtëpia të ishin për në sove motorin. Po, a mos i jeti? Se nuk ta dëgjova emrin, prandaj. Vaj smunja më këtë. Desha të pyes, kam pas për kujdesin e gruas me fjalë, u bë 6 muaj që më kanë hequr. 7 muaj që kanë hequr. Kanë kohë që e kanë heq. Po pse mo? Shkova bona. Të dhanë arsye apo jo? Absolutisht tepër. Kur shkova atje unë në komision tha absolutisht. Ishte me afat në fillim ajo apo jo? Ishte me afat në fillim them. Po normal në fillim me madhënia, i vit madhën atë. Edhe të shim me hapa me fjalë. Unë faktikisht ke bër aplikim? Aplikim ke bër? Po kam bërë ke avokati popullit. Kur? Për një për mush muin. Okej, mirë, flasim pas emisionit, pa problem. Po të kam marrë për zotin se ke hapë burr. Po se kam hapë, jam dhe me pushime apo çe do? Po mirë, më fal. Të pushoj, ndjes. Desha të pyes edhe gjë tjetër. Më thuaj se u bë kështu tani. Nuk ka prish motorin. Po rregulloj i dashur motorin tani se. Nuk rregullohet. Iki me telefonat tjetër, lutem. Po ha tani i nderuar se u bë si tregomi pak të përgjegjshëm, mendoj unë, po ju keni ato tuaj pastaj.
Mund të biesh orar pa orar, po edhe unë kam atë pjesën time. Një moment, ju kërkoj, jo shumë. Alo, mirëmëngjesi. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Alo. Alo, mirëmëngjes. Më dëgjoj ka telefoni, të lutem ule zërin e televizorit. Po, e kam mbyllur. Ose nuk e ke mbyllur, jo, po mbylle zërin e televizorit. Përshëndetje. Ule zërin e televizorit, o zotri. Jo, lëre. E ka ullur zërin. Po nuk e ke ullur, se unë nuk them kot ule, o i nderuar. Po. I kisha kufjen për ndaj. A kisha kufje dhe se dëgjoj, s'ka problem. Më dëgjon? Ule zërin e televizorit, o i nderuar. Po, tani? Lëre. O zotri? Alo? Po, të dëgjoj, tani e ullë. Po, mos më bëj kujtë se unë nuk jam aty. Ule, kur të dalë zero aty të volumi, është e ullur. Ule televizorin tani të lutem. E ula. Po që është muhabet kemi 2 minuta. Zero. Po zero, po mos ke edhe më ndonjë numër përpara edhe. Se edhe 100 ka zero. Po, të kuptoj. E ule? Po, e ula. Përshëndetje. Përshëndetje edhe njerë. Në alëshoni ca fishek zjarë. Ju uroj punë të mbarë. Faleminderit shumë. Suksese në detyrën që keni. Jeni gazetar përqiz, shembull për të gjithë tjerët. Shumë faleminderit. Kam një shqetësim. Po, më thuaj. Jam banor i një lagje në Tiranë dhe për çdo ditë që dalim në mëngjes herët, ndjejm vetëm erën e keqe të koshave të plerave. Pse nuk i pastrojnë? Dua të di. Pse nuk pastrojnë dhe pse nuk disinfektohet vendi dhe koshat e plerave. Ku banon ju? Në lagjen jam të sheshe Avni Rustemi, aty afër. Po mi nuk pastrojnë apo? Nuk pastrojnë dhe ka erë të keqe, nuk disinfektohet as vendi, as koshat e plerave. Po bra. Të kuptoj, gjithë Tirana është shujt, po mundi në ndihmo ta bim Tiranën aty ku e kishte. Do ta përcjellim patjetër, po çudi e madhe. Okej, pa merak. Faleminderit shumë i dashur. Ditë të mbarë për juve. Faleminderit shumë për telefonatën. Presim tjetër, mirëmëngjes. Alo? Alo, mirëmëngjes, Klodi. Po, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Uleni zërin televizorit, zonjë, dhe dëgjojmë vetëm nga telefoni, ju lutem. Zonjë. Mirëmëngjes, o Klodi. Mirëmëngjes, po duhet ulni zërin televizorit, se nuk flasim dot kështu. E ula. Okej. Ja, ula, faleminderit. Po. O Klodi. Urdhëro. Kam shkruajt edhe atje në Facebook. Më ka një përgjigje. Çfarë përgjigje? Por letrat e legalizimeve. Aha. Po ka 3 muaj ajo. Të shi nuk vin tjetër? Tani çfarë? Përgjigje tjetër, ka 3 muaj që ka ardhur ajo që ja është në shqyrtim. Ma ke nisur? Ku ma ke nisur? Ka kohë që kemi nisur. Po nuk arrit do t'ju njoh nga zëri. Ku ma ke nisur? Në Facebook. Kush jeni? Me numër 478. Armand Çorullari. Po e di, tani me emër, po do të vi përgjigja në Albania dashur. Do të vi përgjigja në Albania. Urdhëro? Përgjigja do t'ju vi në Albania. Po ka 3 muaj o birë që s'po vinë gjë. 3 ka po. Do vi. Alo, shobir. Faleminderit për telefonatën. Shumë faleminderit. Shkojmë tjetër, kemi? Është larguar. Okej. Jemi në 18 minutat e fundit të emisionit për sot, në 8:41. Kemi kohë edhe për disa telefonues të tjerë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirë, si jeni ju? Kam një shqetësim. Po, duhet uli zërin televizorit më përpara, zonjë, ju lutem. Patjetër. Uleni. Jemi këtu tek rruga Kujtim Hysi. Si? Jemi tek rruga Kujtim Hysi. Po. Dhe vazhdimi i rrugës Babrexa. Aty nuk kemi kalim për këmbësorët. Të dyja anë të rrugës bllokohen dhe s'kemi nga të kalojnë.
Ashtu, as karroca, as plejt, as gjë. Ju lutem, bëri investim. Po mirë, është bërë tani se rrugë dhe nuk kanë lënë apo s'ka pasur asnjëherë? Jo, ka pasur, është rruga ajo trotuari ngushtë, po makinat hipin në të dy anët e rrugës dhe aty nuk ka ku kaloj as makina dhe as këmbësori. Ka vend për të rregulluar më apo jo? Mund të mos parkoj makina nga dy anët, këtë duhet ta bëjë o policia bashkiake, nuk e di kush mund ta bëjë këtë punë që të heqë makina që të ketë vetëm në një anë parkim. Më kupton? Aty që ka os, nuk kemi ku të kalojmë. Shkojmë në mëngjes me fëmijët, çova fëmijët për në kopësh në mëngjes, nuk kisha ku të kaloja. As makinat s'mund të kalojnë, se janë të dy anët parkuara makina. Është vetëm një rrugë e ngushtë në mes të makinave që kalon aty. Nuk e di, aty nuk është vend parkimi që të parkoj makinat. Nuk e kuptoj. Pra, po ideja është që në rast se merren masa tani, ka vend për të rregulluar them apo është bordes? Ka vend për të rregulluar. Ku ndodh kjo zoj? Të mos parkojnë makina në trotuar. Ku ndodh kjo, më i pak adresën, të lutem? Rruga Babreza, vazhdimi rrugës Babreza, Kujtim Hyshi. Po pra. Mi zoj, faleminderit që e ndapemi në këtë shqetësim. Të përshëndes shumë. Edhe ju, faleminderit. Shkojmë me telefona tjetër, mirëmëngjes. Alo. Alo, përshëndetje, Klodi. Përshëndetje, zoj. Mirini? Faleminderit, si jeni ju? Kam një ashtu shqetësim. Dgjoj, në datën 17 shtator mbush 62 vjeçe. Edhe kam vajtur atje që i kam mbledhur ato, po kam 13 vjet punë. Edhe më tha duhet i paguash ato 2 vite, minimumi 2 vite, po. Një muaj para, po është problemi këtu. Dua vetëm të më sqarosh një çik tani. Nuk kam që ti paguaj ato 2 vite. Tani, më vonë këto për shembull, mote supozojmë, i paguan dot edhe e marr pensionin? Atëherë, të shpjegoj. Po. Ku qëndron, domethënë, avantazhe, disavantazhe, si të doni ju quajeni. Nëse dikush, pra, si në rastin tuaj, nuk e ka periudhën minimale për 15 vitesh për të dalë në pension, nëse pagesën e bën përpara se të plotësosh moshën, dikush mund të paguajë edhe më shumë se sa 15 vite. Pra, në rast se ju doni të paguani sot dhe nuk doni të paguani vetëm 2 vite, po mund të paguani edhe më shumë, 3, 4, 5, 6, 7, pra ky është avantazhi, po themi. Në rast se kalon mosha e pensionit, dhe bëhet pagesa pas plotësimit 62 vjeç në rasti konkret, ju jeni e kufizuar për të paguar jo më shumë se sa edhe 2 vite. Po. Më kupton? Pra, nëse paguan sot, i mund paguash 5, 6, 7 e më shumë, nëse paguan pasi plotëson moshën, je kufizuar për të paguar vetëm 2 vite dhe jo më shumë, derisa plotësojnë 15 vite. Po, të kuptoj. Kjo është. Po, do me thënë, e merë për shumë të paguash ato. Do me thënë, mund t'i paguash dhe tjetra pastaj. Kur kalon moshën e pensionit dhe paguar këtë pjesën 2 vjeçare, e drejta për ta marrë pensionin nuk të lind më nga shtatori, po të lind nga momenti kur bën pagesën e kontributit. Po, të kuptoj. Pra, ti mund ta bësh pagesën pas 2 vitesh, po themi, kur ti je 64 vjeçë. Pensionin do ta marrësh nga 64 vjeç. Pra, në momentin kur bën pagesën, nuk e merr nga 62 vjeç. Po, në rregull. Jemi dakord apo jo? Shumë faleminderit, respekte. Gjë fare, të lutem. Ti jeni mirë dhe ju, mirë dëgjofshim. Telefonata mirëmëngjesi. Alo? U largua. Okej, presim tjetër. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët. O, Klodi, duhet të bëj një pyetje. Bëje pyetje. Jemi 2 pensionista. Na takon ky kompensimi dritave neve? Kompensimi dritave bëhet me aplikime ndëruar dhe... Po, si bëhet, për shembull, neve jetojmë në Tiranë, jemi me qira dhe nuk kemi kontratë. Jo, nuk e merr dot. Nuk e merr dot sepse po ta aplikosh me atë kontratë bie sikur merr kompensim personi që ka shtëpinë. Ka disa kushte ajo që do të plotësuar zonjë, por në rastin konkret jo, nuk e përfiton dot. Shumë faleminderit. Të lutem. Edhe ju faleminderit, një ditë të mbar. Presim tjetër në 068 60 54 639 dhe 068 99 0008 në këto momentet fundit të emisionit për ditën e sotme në takimin e kësaj dite të datës 27 gusht. Alo. Alo. Uleni zërin e televizorit dhe flasim, mirëmëngjes. Përshëndetje, si Përshëndetje, mirë si jeni. Mirë, të marrë nga këtu nga zona e sheshit Avni Rostemi, e kisha me atë xhaxhin që mori para në telefon.
janë të gjitha të pastruara çdo ditë thuaj. Nuk është se kemi pasur ndonjë probleme, por varet në çfarë zone mund të ketë qenë këtej nga prandaj ja mora atë adresën që ta verifikojmë se se këtu në Avni Rostemi ke të gjitha të pastra, është ndër zonat më të mira të Tiranës, prandaj po them. Ishte kënaqësi këto dish. Edhe për mua, faleminderit, ditë mbar. Faleminderit shumë për telefonatën. Urdhë? Po. Presim telefonat tjetër, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Jam një zonjë nga Tirana, burri im mbushi moshën 65 vjeç. Po. Dhe shumicën e viteve që ka në biznes. 2 vite nga nesën e dhe në 2001 nuk figurojnë. Dhe tashi i ngelen 38 vite punë. Nuk figurojnë të biznesi vet? Nuk figurojnë 2 vite. Të biznesi vet? Po. Ka qenë vet punësuar? Po. Po s'ka problem, besoj do një me ato lispagesat që ka dhe vërtetimin e dokumentacionit. Apo i ka marrë një përgjigje tjetër nga sigurimet? Ka marrë një përgjigje nga sigurimet apo s'është interesuar? Jo, s'ka marrë, se unë kam mbledhur vitet e punës, po i dalin 38 vite. Si e ka vërtetuar? Nga vitet në Albania? Në Albania, po. Mos është bërë një aplikim gabim se nuk është se ka ndonjë problematika të kësaj natyre, sidomos tek vetë punësuarit, por gjithsesi do të jenë dokumentet mbështetëse ato që do e njohin, lispagesat. Tani me 38 vite puna ai nuk e merr dot pension të plot apo jo? Duhet 39 këtë vit. 39 vite. 39 vite është këtë vit. Po me bë pagesën për një vit? Ka dalë në pension, e ka plotësuar moshën. E bëri në datën 4 gusht. Jo, s'paguan dot më. Nuk paguan dot. Jo, e nderuar, sepse kur kalon mosha e pensionit nuk paguan dot. Faleminderit. Të lutem, faleminderit dhe ju. Shpejt telefonata e fundit, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhroni. Mund të flas nga Shkoda? Po. Isha një problem me diskutu me ju edhe më kërku që të interesoj. Po vetëm pak shpejt, lutem, se jemi në pak sekonda. Po, unë jam trashëgimtarit për sekutumeve politik, edhe nga gjyshi, nga nëna dhe nga babaj, kemi për të marrë 10 pagesa të shpërbimit për burgun për tege politike. Kemi marrë vetëm 2 pagesa me doktor Berisha, me Severinë e doktor Berisha. Kemi edhe marrë 2 pagesa me Severinë Rama, desha di pse ka 3 vjet që kemi marrë pagesa tjera, pse nuk do ta vendosin në dispozicion ndonjë dokumentacion i nderuar në mënyrë që të pyesim, se mos ndoshta ka ndonjë problem specifik. A mund ta nisit në Instagram? Po, patjetër. Ku të doni ju? Të kam shkruar në Instagram ta nisi. Është çuditshme se pse shteti nuk shlyen detyrimet kaq të. Më nis aty edhe komunikojmë. Aq më shumë se këta kryetarët e shoqatave janë masi kanë marrë lek për vete, janë kthy vetëm përfitues për vete, po thuhet në Veriçën. E këto histori 30 e kusur vjeçare tona. Faleminderit shumë në Veriçën si drejtori. Se jam shumë vonë, më beso. Faleminderit shumë për telefonatën ju dhe gjithë tjerëve që na u bashkuat sot në takim.